Endri, këngëtari që diku shkëlqente me hitet e tij, është rikthyer në qendër të vëmendjes së publikut dhe këtë herë jo vetëm për muzikën. Ai ishte i ftuar në rubrikën 25 pyetje të prive me Liberta Spahiun, ku nuk i shpëtoi pyetjeve që të gjithë do donin të dinin. Pas një pauze nga skena, kthimi i tij artistik shënohej me projektin e ri muzikor pa ty, por vëmendja e publikut u fokusua më shumë te marrëdhënia e tij me banoren e Big Brother VIP Kosova Benitën. Pas shumë spekulimeve dhe kuriozitetit të madh rreth kohës së tij jashtë skenës, Endri foli hapur dhe pa rezerva. Ai zbuloi se ka një raport shumë të mirë me familjen e Benitës dhe se komunikimi me ta është i vazhdueshëm dhe i ngushtë gjatë gjithë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother. Kjo vërteton mbështetjen e tij ndaj partneres. Kur u pyet për performancën e saj në lojë, Endri nuk kurseu fjalët e mira. Nëse sot hyni në profilin e Azem Gagicës në rrjetet sociale, ajo që do t'ju bjerë me njëherë në sy është një boshllëk i pazakont. Pas një postimi vetëm, ish banori Big Brother VIP Kosova i ndjekur nga rreth 70.000 persona, ka vendosur të fshijë çdo fotografi, video dhe kujtim digjital në llogarinë e tij, një veprim që ka ngjallur habi dhe kurreshtje të madhe të ndjekësit dhe publiku i gjerë. Ky vendim vjen vetëm një ditë pas festimit të ditëlindjes së tij jubilare, momente që zakonisht shoqërohen me urime, postime festive dhe vëmendje të shtuar mediatike. Para se të ndërmerte këtë hap drastik, Azemi ka lënë një mesazh shpjegues në të cilin ka treguar se kjo zhdukje nga rrjetet sociale nuk është e rastësishme. Ai ka theksuar se ndjen nevojën për të shkëputur nga ajo që e quan bota e dukjes, një realitet virtual ku gjithçka sipas tij bëhet për t'u ekspozuar, për t'u gjykuar dhe për të përmbushur pritshmëritë të tjerëve. Azemi është shprehur se presioni për të qenë vazhdimisht aktiv, për të postuar dhe për të ndarë çdo moment të jetës ka filluar ta rëndojë emocionalisht dhe mendërisht, duke e shtyrë të rishikojë raportin e tij me rrjetet sociale. Sipas deklaratës së tij, rrjetet sociale kanë humbur kuptimin fillestar të lidhjes dhe komunikimit të sinqert, duke u shndërruar më shumë në një skenë ku secili përpiqet të tregojë një version të kuruar të vetes. Ky realitet, thot ai, nuk përkon më me atë që dëshiron të jetë dhe të përfaqësojë, megjithatë veprimi i Azemit nuk duket të jetë vetëm një shenjë lodhjeje apo nevojë për qetësi dhe privatësi. Në fund të mesazhit të tij, ai ka lënë të hapur një derë misterioze, duke paralajmëruar se kjo largim i përkohshëm do të pasohet nga një surprizë e madhe. Kjo fjali ka mjaftueshëm për të ndezur spekulime të shumta mes ndjekësve. A bëhet fjalë për një projekt të ri profesional, një ndryshim rrënjësor në jetën personale apo një rikthim të menduar mirë me një imazh krejtësisht të ri? Për momentin Azemi ka zgjedhur heshtjen dhe distancën, ndërsa publiku mbetet në pritje për të parë nëse kjo është një strategji e zgjuar për një fillim të ri apo thjesht një vendim i sinqert për t'u larguar nga vëmendja publike. Koha do ta tregojë të vërtetën.